Përshëndetje shenja e Demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëresha e shkopimve, kulla, 8 kupat, vdekja. Energjia juaj personale këtë javë fillon me mbretëreshën e shkopimve, një kartë e fortë e vetbesimit, magnetizmit dhe karizmës. Ju mund të ndjeni më të sigurt në veten tuaj, më të vendosur për të ndjekur dëshirat dhe vizionet tuaja. Kjo kartë tregon një person që nuk ka frikë të shfaqë dritën e tij ose të saj dhe të qëndrojë në qendër të energjisë. Por menjëherë pas kësaj shfaqet kulla, një nga kartat më transformuese. Ajo tregon një moment ku një strukturë, një mendim ose një iluzion mund të shembet. Ndonjëherë kjo ndodh në mënyrë të papritur, mund të jetë një realizim i fortë, një e vërtetë që del në sipërfaqe ose një situatë që ju bën të shikoni realitetin ndryshe. Pas kësaj, 8 kupat tregon një largim emocional. Kjo kartë është kur një person kupton se diçka nuk e ushqen më shpirtin dhe vendos të largohet. Nuk është gjithmonë largim fizik, shpesh është një largim nga një ndjenjë ose një situatë ose një lidhje që nuk ju përmbush më. Në fund shfaqet vdekja, që nuk do të thotë me patjetër fund literal, por fund i një kapitulli dhe fillimi një transformimi më të thellë. Pra ju mund të ndjeni se diçka në jetën tuaj po mbyllet përfundimisht për t'i bërë vend një faze të re. Mesazhi që përcillet është se kjo javë mund të jetë një nga ato periudha ku ju kuptoni se nuk jeni më i njëjti person si më parë. Kartat këshillojnë të mos frikësoheni nga ndryshimi. Ndonjëherë shembja e një strukture është mënyra që Zoti përdor për t'ju çuar në një realitet më të vërtetë për ju. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbreti i kupave, 3 monedhat, perandori kalorësi i kupave. Energjia familjare duket më e qëndrueshme dhe mbështetëse. Mbreti i kupave është një figurë e matur emocionalisht, mund të tregojë një person në familje që di të mbajë qetësinë dhe të ofrojë mbështetje emocionale ose një situatë ku emocionet trajtohen me mençuri. 3 monedha tregon bashkëpunim, që mund të ketë domethënë në familje, ose në familje mund të ketë një ndjenjë që secili po kontribon në mënyrën e tij ose të saj për të ndërtuar diçka të përbashkët për të mirën e familjes. Perandori sjell stabilitet dhe strukturë. Kjo kartë shpesh përfaqëson një figurë autoriteti në familje ose një situatë ku vendosen rregulla dhe kufi të qartë për të ruajtur stabilitetin. Në fund shfaqet kalorësi i kupave që sjell një energji romantike dhe të butë. Mund të ketë një xhest të bukur, një fjalë të ngrohtë ose një moment emocional që sjell më shumë harmoni në familje. Mesazhi i përgjithshëm për familjen është se edhe nëse jeta juaj personale kalon transformime, familja mund të jetë një burim stabiliteti dhe mbështetjeje emocionale. Kartat këshillojnë të lejoni veten të pranoni ndihmën dhe dashurinë e familjes. Nuk duhet gjithmonë të mbani gjithçka vetëm. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbreti i shpatave, njeriu i varur, temperanca, 8 shkopinjt. Në dashuri energjia duket reflektuese dhe transformuese. Mbreti i shpatave tregon një energji shumë psikologjike dhe analitike. Ju mund të përpiqeni të kuptoni një situatë me logjik, ose mund të përballeni me një person që është racional, i drejtë dhe ndonjëherë emocionalisht i rezervuar. Më pas kemi njeriun e varur që është një kartë pauze dhe perspektive e re. Mund të ndiheni sikur një situatë në dashuri është në pritje, pra
sikur nuk po lëviz me ritmin që ju dëshironi, por kjo do të thotë shpesh se kjo pauzë është e nevojshme për të parë gjërat nga një këndvështrim i ri. Më pas shfaqet temperanca, që është një kartë shumë e bukur e balancës dhe harmonisë. Ajo tregon se situata mund të gjejë një rrugë të mesme, ku emocionet dhe arsyetimi bashkohen. Në fund kemi 8 shkopin që sjell lëvizje të shpejtë, mund të ketë komunikim të papritur, mesazhe, takime ose një zhvillim që e çon situatën përpara. Pra, narrativa e dashurisë për ju këtë javë thotë se ju mund të filloni javën duke analizuar shumë një situatë ose një person, pastaj mund të ndjeni një periudhë pritjeje, sikur gjërat janë pezull, por gradualisht energjia stabilizohet dhe situata fillon të rrihet më natyrshëm. Në fund të javës, komunikimi ose veprimi mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm. Kartat këshillojnë të mos përpiqeni të kontrolloni çdo detaj të situatës, se ndonjëherë dashuria kërkon durim dhe balancë mes zemrës dhe mendjes. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 shpatat, asi shkopimve, dielli, 6 kupat. Në punë energjia duket shumë pozitive. 6 shpatat tregon një kalim nga një situatë më e vështirë drejt një faze më të qetë. Mund të largoheni nga një stres ose një situatë e lodhshme profesionale. Më pas vjen asi i shkopimeve, një kartë shumë e fuqishme e fillimeve të reja. Mund të lindë një ide, një projekt ose një mundësi që ju ndez pasionin. Dielli është një nga kartat më të mira në tarot. Ai tregon sukses, optimizëm dhe qartësi. Ju mund të ndjeni se gjërat në punë shkojnë në drejtimin e duhur. Në fund kemi 6 kupat që sjell një energji nostalgjie ose rikthimi. Mund të lidhet me një projekt të vjetër, një bashkëpunim nga e kaluara ose një situatë që ju sjell kënaqësi dhe ndjenjë familjariteti në punë. Mesazhi i kartave është që një ide e re mund të hapë një periudhë shumë të ndritshme në aspektin profesional dhe kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni një mundësi që duket e vogël në fillim, ajo mund të bëhet një burim i madh suksesi. Kalojmë në prizën orakull ku kemi balancë. Balanca është një kartë që tregon se mund të kërkohet të kaloni një javë ku një pjesë e jetës suaj kërkon transformim, pra ndërsa një pjesë tjetër kërkon stabilitet. Balanca ju kujton gjithashtu se çelësi është të ruani ekuilibrin mes ndryshimit dhe qetësisë. Balanca mund të kërkohet në emocionet tuaja, në vendimet që merrni, në mënyrën si ndani energjinë mes punës dhe jetës personale. Pra mesazhi që përcillet është se kur ruani balancën brenda vetes, edhe ndryshimet më të mëdha bëhen më të lehta për t'u përballur. Paçim.